Prej 2 vitesh në Pogradec flitet gjithnjë më shumë për volejbollin e femrave, ndërsa këtë sezon vëmendja është edhe më e madhe, dhe jo pa arsye. Liqenorët kanë ndërtuar një skuadër model dhe rezultatet po flasin vetë tek femrat. Pas triumfit në ligën Gjergj Kastrioti dhe fitimit të Kupës Republikës, vajzat e drejtuara nga trajneri Besnik Lisha janë vetëm një hap larg historisë së madhe, titullit kampion. Në gjysmëfinalet e play-offit, Pogradeci mposhti pastër 3-0 në të dyja takimet të ekipin e Skënderbeut, duke siguruar me merit finalet. Absolutisht luftoj për marrë kampionatin. Ky ekip është ndërtu prej këtë punë. Tirana është ekip i jashtëzakonshëm, është ekip shumë i fortë, por na duket se jena ekip më i fortë se ata. Është ndërtuar që në fillim të sezonit janë përzgjedhur lojtarët me shumë kujdes nga profesorët dhe nga klubi, edhe tregojë që nga rezultatet që kemi që do shkojmë dhe do konkurrojmë deri në fund për titullin. Tirana është kundërshtar shumë i fortë, i denjë për finale. Po besoj se kupën e sjellim në Pogradec. Në duenin për trofeun kombëtar përballë është Tirana, një rival i fortë, të cilën e mundën edhe në sfidën finale që i dha Kupën e Shqipërisë disa javë më parë, por kampionati është objektivi më i madh i liqenorëve, të cilat po shkojnë drejt kurorëzimit të një sezoni perfekt.